Nëse keni këto shenja, atëherë keni nevojë për syze. Kohën kur veç filloni të shihni trubullt, të mos dalloni sendet që janë të imta në largësi, po dhe sendet që të fillojnë të mos shohim mirë afër. Posaçërisht pas moshës 14 vjeç, kur veç fillojnë atë që ne duke lexuar diçka, për shembull telefonin, fillojmë të largojmë qoftë telefoni ose diçka që lexojmë, atëherë është një shenjë parë që ti vetëm ka filluar është të quajtura domethënë presbiopi, që nuk kupton që ti ke nevojë syza për afër. Sa pjesa tjetër, kur personat fillojnë që të kenë probleme, pengesë në dritë, nuk shohin gjatë vozitjes, posaçërisht natën, thotë, nuk i shoh tabelat, nuk i shoh regjistrimet. Kanë filluar që unë e shoh një person atje larg, e shoh fytyrën, por nuk ja dalloj kush është ai person, atëherë është një shenjë që duhet patjetër ta kontrollosh mjekun e syve. Kontrolla e mjekut, dhe ndonjëherë edhe kur s'kemi asnjë shenjë, është mirë të shkohet një kontroll një herë në vit. Për arsye se pamjet e trubullt ose dobësimi i pamjet nuk do të thotë që gjithsesi do të keni nevojë për syza. Për arsye se kemi sëmundje të ndryshme në sy që shkaktojnë humbjen e të pamërit. Por një kontroll për caktimin e dioptrisë ose për vendosjen e syzave është një kontroll shumë i lehtë. Është një kontroll rutinë për ne. Pjesa domethënë që vendoset për mbajtjen e syzave, varet nga mosha, mos flasim për fëmijët që është domosdoshme, po edhe në moshat e mesme, pastaj tek të moshuarit, ai është një ndihmë shumë e madhe sepse e rrit cilëtetin e jetës kur diskutohet, kur shohim mirë, se si do të kesh një jetë më të lumtur edhe më të mirë.